Faleminderit shumë. Ajo çfarë ndodhi tani shënon vërtet një gur kilometrik tjetër shumë të rëndësishëm në rrugtimin e pakthyeshëm të Shqipërisë drejt Bashkimit Evropian. E siç u tha, sapo ram dakord të mbyllim 3 kapituj të rëndësishëm negociator dhe ky nuk është thjesht një hap në këtë proces të gjatë, por një vlerësim i qartë që Shqipëria po ecën përpara, që reformat po japin rezultate dhe që vendi ynë është gjithmonë më tepër i përgatitur për të marrë përsipër përgjegjësitë e anëtarësimit. Sotmja është e rëndësishme edhe sepse thekson një mesazh mjaft të fuqishëm të kësaj të ashtu quajturës epokë e re. Shqipëria jep rezultate, Bashkimi Evropian jep rezultate. Shqipëria ecën përpara dhe Bashkimi Evropian reagon në përputhje me këtë dhe ky është thelbi i procesit. Procesi besueshëm, bazuar në merit nga të dyja anët. E nuk mundem përveç se të falenderoj, Thomas. Ishte jashtëzakonshme, shumë irlandeze, super e martë dhe ashtu siç thash edhe më përpara, uroj që ju ta ruani këtë ambicie dhe të keni vetëm super gjatë gjithë pjesës mbetur presidencës suaj. Dhe faleminderit Marta që ke qenë kokëfortësisht e durueshme dhe që na ke mbajtur gjithmonë në drejtim pavarësisht pengesave dhe ne po i sjellim standardet evropiane më pranë qytetarëve tanë, po forcojmë institucionet tona, po krijojmë më shumë mundësi dhe po ndërtojmë Shqipërinë që duam të shohim si anëtare me drejtat plota e Bashkimit Evropian. Dhe prova më e mirë e kësaj është që njerëzit duan më shumë, e njerëzit janë gjithmonë e më pak tolerant ndaj asaj që ende nuk funksionon. Pra na duhet të vazhdojmë të ecim përpara dhe të japim rezultate për qytetarët tanë dhe nuk ka asgjë më të mirë se sa rezultatet në bazë të këtij kuadri negociator që ka të bëjë me rritjen e standardeve dhe forcimin e institucioneve në vendin tonë. Faleminderit shumë.